Në zgjedhjet lokale dul mirë, tash sa ka me arrit me përfitu nga kjo, nuk e di, por unë pres ramjet vetëvendosjes përkundër faktit që e di që vlerimi edhe... Vjen vetëvendosjet këto tjera të rritën. Është fakti që nuk arriti me 28 deputet, me 22% me bo institucione, pse duhet edhe një herë me adhon mundësin. Tash, nëse qytetarët kanë qenë knaqër me mënyrën që shka qeveris para 4 vjete, ata kishin mujtë prap me adhon 51-52%, po kanë qenë të pak knaqër. Dhe këto 9 mujtë e fundit hala ma shumë është thelu, ndonë se këta nuk e pranojnë, është thelu kriza ekonomike. Jeta qytetarit nuk është bo ma mirë. Këta rritën me kandidat e njëjtë për kryeministër? Pajtona me Kosovën këtu ku pëllet se koha shumë e shkurt. Sepse unë nuk mendoj që është bashkollaj me e gjetë një kandidat për kryeministër edhe mrena partive politike. Po pra, ai nuk mund të më zgjedh mrena natës, duhet kogjo me u përgatit, na kemi pa edhe në zgjedhjet për kryetar komunash, nuk është mrena një mujti nuk mundesh me e përgatit një kryetar e le mo një kandidat për kryeministër. Kështu që unë pres që paka shumë njëjtit, por ajo që ka pres edhe që ka do të doja me po është një gjuhë ndryshe në fushat edhe një atmosferë tjetër. Unë mendoj që partit duhet fillojnë të mendojnë si me i binë qytetarët se ata janë më të mirët, e jo se sa e keqe është kundërshtari ose në këtë rast sa keq ka qeverisë vetëvendosja se secili i kanë di ato pasoja vetë edhe e din. Unë mendoj që tani duhet edhe qytetari me menu se qysh do të me zhvillu në këtë vend, edhe cili prej subjekteve politike po ofron alternativen më të mirë drejt zhvillimit.